përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 2 maj të 2025. Duket se është një ditë shumë e rëndësishme në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, edhe pse keni pasur disa probleme, por këto janë probleme kalimtare dhe jo probleme që nuk zgjidhen. Janë probleme të zgjidhshme. Para se të filloj me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj dhe një për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja rreth shkon atje. Atje ndodh sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjërat që doni, mbi çështjet që ju kërkoni në çdo lloj fushe të ekonomisë dhe të çështjeve të tjera që juve keni dhe doni t'i zgjidhni. Për sa i përket çështjeve që lidhen me parashikimet kur në kohën që ne jemi live dhe juve doni të dërgoni një mesazh për të marrë përgjigjen live, atëherë kemi këtë butonin këtu ku e klikoni dhe më pas atje dërgoni mesazhet dhe merrni përgjigje live. Si ditë, kjo datë 2 do të thotë shumë ndryshime, sepse ndikimi që ka të bëjë Saturni me Plutonin jep një mundësi shumë të mirë, çështje shumë të rëndësishme që marrin zgjidhje, sidomos shenjat e ajrit që kanë ndikim shumë të mirë, përsa përket kësaj dite që do të thotë shenjat siç janë binjakët, siç janë peshorët dhe ujorët. Por gjithashtu kanë një ndikim shumë të mirë dhe çështjet që lidhen me udhëtimet apo takimet të rëndësishme veçantë që janë shenjat që do të thotë shenjat e ujit, por ato kanë ndikim shumë mirë, sidomos gaforet dhe akripët të dhjetëdijit të tretë. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Përsa përket shenjës së Dashit, edhe pse shenjës së Dashit kanë pasur disa keq kuptime në lidhje me çështjet ata që kanë të ekonomisë, të stabilizimeve, të ndryshimeve, por vjen një moment tani që zgjidhin problemet e tyre dhe kjo është një periudhë shumë e mirë, një periudhë ku gjërat marrin një rrugtim tjetër, diçka shumë pozitive, që do të thotë në çështjet ekonomike financiare do të marrin zgjidhje. Gjithashtu është një moment mjaft i mirë sepse ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me stabilizimin dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Dëm të dhjetëdijit të parë dhe Ujor të dhjetëdijit të tretë duket se është mjaft pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Për sa përket shenjës së Demit, me qenë se të shenjës së Demit kanë disa çështje tani për tani jo problematike, por disa çështje që do të kërkojnë zgjidhje. Demi gjithmonë është në kërkim të së vërtetës, por duket se e zgjidhin problemin e tyre dhe kjo është një ndikim shumë pozitiv tani e tutje, ku kjo periudhë pikërisht është periudha e zgjidhjeve të problematikave të ndryshme dhe mundësive të reja. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Dëm dhe me Akrep duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, janë binjakët. Për binjakët, meqense binjakët si shenja ajri që janë dhe favorizohen përsa përket ditës së sotme, pra datës 2, ku është një mundësi e mirë në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me disa ndryshime që do të kenë në fushën e punës, dhe kjo bën që juve të ndjeni shumë mirë me veten tuaj, të ndjeni mirë me gjërat që doni të realizoni. Çështjet afatgjat, që do të thotë ekonomia, do të thotë stabilizimi, do të thotë një punë e re, është më se mundur të marrë zgjidhje. Por gjithashtu një takim i rastësishëm nga dreka duket se do t'ju ndihmojë shumë juve të dhjetëdijit të dytë të shenjës së binjakëve. Dhe është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Në dashuri, pak kujdes me lidhjet e vjetra. Vijojmë tek shenja e radhës, që është gaforja. Përsa përket gaforeve, meqense gaforet duket se tani për tani janë rrugtim shumë të rëndësishëm në fushën e punës, rritje në karrierë dhe në vendime që do të marrin. Një kujdes të veçantë do bëjë nga persona të tretë sepse shumë fjalë mund të fliten, shumë fjalë mund të bisedohen, por nga njëra anë mund të jenë kundër asaj çka ata pretendojnë dhe me të drejtën e tyre se kanë një të drejtë të madhe që duket se tani është periudha dhe koha më e mirë e mushme mbi zgjidhje të problematikave të ndryshme, mbi kohën e ndryshimeve që ata kanë dhe momenti i duhur. Kurse në çështje që lidhen me anën shpirtërore, këtu duhet pasur kujdes sepse gjithmonë gaforet kanë momentin e duhur dhe çështjet që i zgjidh kjo periudhë, domos nga dreka.
lidhjet afatgjat, metafore të diçit të parë, ka një mundësi të ardhë përzgjidhur një problem që kanë pasur para 3 muajve, një ndarje domethënë, që mund të kenë pas me ujor. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë luanët. Përsa përket shenjës së luanëve, luanët pak a shumë dinë se çfarë do të bëjnë dhe ku do të shkojnë. Por në anën tjetër, duket se janë shumë të ndikuar nga e kaluara dhe vjen një moment tani që ata presin diçka përsa përket realizimeve, përsa përket punës së tyre, por unë them që tani është momenti dhe koha më e mirë e mundshme në anën ekonomike financiare, në biznesin që ata kanë, por edhe pse do ndryshojnë biznes, kjo periudhë është për ndryshime biznesi, kjo periudhë është për marrje vendimesh të rëndësishme dhe kjo është periudha juaj për të marrë vendime. Në çështjet që lidhen me udhëtimet e largëta ose çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë, është një moment shumë pozitiv. Madje kanë kohën e tyre për të zgjidhur disa gjëra shumë të rëndësishme. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë në anën ekonomike financiare, edhe pse këta që janë diasporë ose bashkim familjar, duket se është koha më e mirë në zhvillime dhe ndryshime të rëndësishme. Vijojmë tek shenja e radhës, që është virgjëresha. Për virgjëreshat mund të themi shumë gjëra sot, sepse virgjëresha dhe si fillim muaji kanë momentin e duhur mbi anën ekonomike, mbi çështjet që ata kërkojnë dhe duan të vendosin piketat e tyre shumë lart dhe me të mirë, me të drejtën e tyre, sepse kanë një të drejtë në fakt virgjëreshat se kanë pasur shumë probleme më përpara në fushën e punës së tyre, edhe pse kanë bërë ndryshim pune, por vjen një moment që janë anën e tyre më të mirë tani e tutje, dhe kjo është një periudhë që ata i gëson pa mas për zgjidhje të konflikteve të vjetra. Megjithatë, tani për tani është një kohë mjaft e mirë ku gjërat do të kenë mundësinë e duhur, gjërat e duhura për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura. Kurse një udhëtim i largët është shumë i afërt për sa përket virgjëreshave për zgjidhur problemin e tyre. Vijojmë tek shenja e radhës që është peshorja. Çfarë ndodh me peshoret? Dhe ku peshoret mundohen tani për sa i përket punës së tyre, për sa i përket karrierës së tyre, por momenti do që dinë çfarë bëjnë, dinë kur shkojnë dhe momentet e duhura që kanë tani. Një çështje pozitive që ata nisin ose më saktë dinë se çfarë duan të bëjnë dhe ku duan të shkojnë. Ky moment është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, sepse javën e kaluar ose flasim nga 26-27 prill që keni pasur disa probleme dhe tani vjen momenti i zgjidhjes të këtyre problematikave të ndryshme, vjen një moment shumë pozitiv dhe tani duket se gjërat janë në favorin tuaj dhe për favorin tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Derë dhe me Akrep duken të mbara. Pak vëmendje me një udhëtim të papritur. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Akripit. Për sa i përket shenjës së Akrepit, duket se kjo periudhë është një periudhë që do të ndikojë gjatë në fushën e punës, në fushën e ndryshimeve, në fushën e ekonomisë dhe të stabilizimit. Por megjithatë, është një periudhë shumë e mirë e ardhur, do ta thosh unë, për sa përket punës, për sa përket çështjeve që marrin vendime të rëndësishme në kohën e duhur, në periudha të ndryshme që mund keni, dhe kjo është një periudhë shumë e mirë sepse duke zgjidhur disa probleme, zgjidhni shumë çështje të pazgjidhura në kohën e duhur, momentin e duhur, por meqenëse akrepët tani për tani kanë pasur disa problematika të ndryshme dhe është një moment shumë pozitiv në anën ekonomike financiare, shumë pozitiv në atë që do të bëhet, edhe koha tregon që jeni me shumë fat në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me peshk duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, janë shigjetarët. Për sa përket shigjetarëve, për shigjetarët duket se ka një çështje që ndryshojnë anën ekonomike dhe financiare, lidhje me takimet, lidhje me vendimet që mund të keni në çështjet ekonomike financiare, do keni një mundësi për sa përket shigjetarët gjithmonë dinë çfarë bëjnë dhe ku do të shkojnë. Por gjithashtu ka një moment shumë të mirë, tepër pozitiv në anën e biznesit, në lidhje me karrierën dhe kanë momente më të mira të mundshme për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me anën e punës së tyre, në lidhje me rritjen e detyrë dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Derë dhe me Akrep duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë britsjapët.
Për sa përket Britsapëve, megjithëse Britsapët sado që lodhen shumë këtë periudhë, kanë një të drejtë madhe sepse nuk kanë pasur probleme me punën e tyre aktuale, kanë pasur probleme me disa gjëra që ishte pamundur t'i zgjidhin, por vjen momenti tani i zgjidhjeve të konflikteve të vjetra dhe i mundësive të reja që ata kanë në fushën e punës, në fushën e biznesit. Në fushën e biznesit sidomos sepse kjo është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm mbi anën ekonomike financiare, mbi ndryshimet dhe takimet që keni, mbi disa çështje momentale që mund të keni tani tutje në fushën e punës suaj, por është dhe një moment mjaft i mirë i të ardhurave që do të keni, sepse Britsapët janë shumë të dhënë pas ekonomisë dhe punës tyre. Dhe është koha më mirë e mundshme e tyre për zgjidhur çdo lloj problemi që ata kanë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është ujori. Për ujorët duket se një nga momentet kyçe, do thosha unë, të financave, kanë të bëjnë shumë në Dediqi i tretë. Dediqi i tretë ka pas një problem në çështjet e financave sepse nuk është zgjidhur problemi ashtu siç duhet, janë kursyer disi për marrjen e vendime shumë të rëndësishëm, por koha ka treguar që nuk është ashtu siç pritet, por megjithatë ka të bëjë me një takim pune, një takim shumë i rëndësishëm ky, në lidhje me marrje vendime të rëndësishme, në lidhje me udhëtimet ose bashkim familjar, në çështje që kanë të bëjnë me disa çështje ligjore, ku marrin zgjidhje në këtë drejtim dhe është koha më e mirë e mundshme mbi stabilizimin dhe konkretizimin e një pune të re, por gjithashtu edhe një lidhje e shkëputur duket se tani fillon dhe është lidhja më e mirë e mundshme mbi stabilizimin dhe punën dhe karrierën, sepse lidhja me karrierën është ana më e mirë e mundshme në fushën e biznesit, fushën e gjërave të mëdha, sepse duke pasur parasysh, kjo është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive, tepër ideale. Dhe momenti është tani shumë pozitiv. Madje është dhe koha e duhur mbi stabilizimet dhe ndryshimet që mund të keni. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, duke pasur parasysh ndarjet që keni pasur për shembull me Luan, ose keni pasur një ndarje me shqiptarët e Dediqit të dytë. Vjen momenti për të zgjidhur gjithçka që ju doni, sepse është dhe koha juaj dhe nuk keni pse të shqetësoheni. Shkojmë tek shenja e radhës. Kjo është shenja e peshqve. Për sa përket peshqve. Peshqi duket se tani është dhe koha juaj në fakt për marrje vendime të rëndësishme në çështjet e punës, në çështjet e karrierës, në çështjet e gjërave që mund të bëni një kontroll të imët për muajin që lat pas, kishit probleme ku çalonte puna, ose keni pasur probleme me persona të rëndësishëm dhe gjërave që mund keni pasur, por vjen puna tani që juve mund të zgjidhni këto gjëra dhe nuk ka vend për të shqetësuar sepse kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme, jo vetëm në çështje pune, por edhe në çështjet e karrierës, sepse karriera është ajo që bën që të arrini majat në fushën e biznesit, arrini majat në atë që doni të bëni, dhe është pikërisht kjo periudhë. Është periudha më e mirë e mundshme mbi stabilizimin e një pune të re dhe jo vetëm. Në çështjet shpirtërore gjithashtu, juve që jeni bashkim familjar në Gjermani për shembull, ka të bëjnë shumë sepse Gjermania lidhet shumë me peshqit dhe lidhjet afatgjat që kanë bënë janë megafore dhe me peshore të Dediqit të tretë, kur është një kohë shumë e mirë, është në momenti i duhur. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 2 maj të 2025. Para se të ndami bashkë, unë ju kujtoj edhe një për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diaspor dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi paketat që Astrologu.al ofron. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria, është drejtare e vogël pikërisht aty. Aty mund të zgjidhni paketën, mund të jepni të dhënat, numrin për katës të blerjes dhe më pas të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Por juve që doni në kohën që ne jemi live dhe kërkoni dërgoni një mesazh, atëherë ndiqni këto hapat tek ai butoni që shkon atje, e klikoni, e përqeni faqen të gjitha dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë përgjigjen live. Unë ju uroj një ditë të mbar të bekat në çdo aspekt.